Gjykata e posaçme dëgjoi dëshmitarët e thirrur nga SPAK në procesin ndaj kryebashkiakut të Vallut të Dejës, Kristian Shkreli, i akuzuar për korrupsion zgjedhor. Dëshmitarët një zëri mbrojtën kryetarin e bashkisë, duke falendëruar për energjinë elektrike në zonë dhe përjashtuan mundësinë se në këmbim ai u kishte kërkuar votën në 11 maj. Ne kemi shkuar të gjithë si banor të fshatit Stajk. Jemi ankuar te Kristian Shkreli, se nuk kishim energji elektrike. Faleminderit prej tij se na ka sjell dritat. Ne nuk kemi çfarë flasim për të. Për ne është i nderuar dhe i respektuar. Falti kemi dhe rrugën. Për zgjedhjet e 11 majit nuk kam marrë asnjë orientim nga Kristian Shkreli. Edhe dëshmitari tjetër ndoqi të njëjtën logjik. Ne kemi pasur 22 vite pa drita. Jemi la me kusi. Ne flisni me komshint, mos e ndesti dritën sa të pjekun bukën. Jemi ankuar te ky zotnia dhe na ka zgjidhur punë. Kristiani na ka sjell korrentin dhe rrugën e makinës. Ankesa kemi bërë gjithmonë. Muajin se mbaj mend kur është bërë takimi. Unë kam votuar në 11 maj dhe nuk jam orientuar për të votuar nga asnjë person. Në përfundim të seancës, SPAK i përfaqësuar nga prokurori Dritan Prençi kundërshtoi dëshmitë në ndyshimet se Shkreli u ka kërkuar vota e qytetarëve për kreun e socialdemokratëve Tom Doshi. Gjykata pranoi kërkesën e SPAK, ndërsa seanca e radhës është lënë në datën 6 mars.